të saj, 4 ditë bllokim rrugët, banorëve të Luzit kërkojnë vetëm një gjë, rrugë. Nuk kanë rrugë. Pra, rreth 80% e biznesit ndërtimit në Shqipëri kalon pikërisht në këtë rrugë, 1.5 kilometra, ndërkohë që asfalti duhet të jetë 25 cm se kalojnë makinat e tonazhit të rënd, ja u kanë nxjerrë jetën banorëve, duan t'i përzejnë nga shtëpitë e tyre. Kalamajt e vegjël dalin nga shtëpia të larët pastruar nga nënat e tyre, shembullore të Luzit, dhe arrin me balë, rrozohen nëpër trotuare, tani kamionat nga që është prish rruga hypin nëpër trotuare, kanë prish të dy anët e trotuareve, edhe kanë bllokuar rrugën se nuk kanë rrugë tjetër, çfarë më bë. Prandaj thirrja ime është për këtë drejtorin e ARSH-s. Ta marr makinën e vet, që nuk e di çfarë shifre ka, 300.000 euro, 200.000 euro, 100.000 euro, me sa lëvizin ka. Në rast se kalon atë rrugë, unë i pari tërhiqem. Nuk dal më në protest. Po ta provoj herë. E para, e dyta, nuk zgjidhet me çakull kjo punë. Mos sidhni çakull, duhet asfalt. Duhet asfalt. Është një rrugë që kalojnë 2000 kamiona në ditë. Kujdes, gjithë kullat e Tiranës, gjithë betonizimi i Tiranës e ka burimin atje se merret çimento, janë 2 fabrika çimentos, fabrika tullave, guroret etj. Pra, duhet parë rruga dhe duhet ndërtu rruga. Unë e di që keni halla me firmos tani, se jeni të kap nga skandali Belinda Ballukut, aty edhe roja nuk del nga kolibja, jeni mçef gjithë. Problemi është që duhet zgjidhje konkrete, se banorët do jenë aty, do bllokojnë kryqëzimin, pastaj do bllokojnë autostradën.